Takimet janë shumë intensive gjatë këtyre ditëve me të gjitha palët, dhe me thënë natyrisht, Zoti Avdixhiku është kryetari një partie që ka 15 deputet në kuvend, andaj diskutimet janë të vazhdueshme me të gjitha palët të cilët do të mund të kontribuonin që të shmangin zgjedhjet. Jeni të hapur për kompromise në këtë rast për zgjedhjen e presidentit të ri, për shkak që Avdixhiku tha dje që është vështirë të arrihet një kompromis me qendrimet e Kurtit. Nuk e kam dëgju këtë deklarat, mendoj që është gabim nëse është dhënë një deklarat e tillë, sepse kryeministri Kurti, kryetari i Lëvizjes, po bën gjithçka është në kompetencat dhe përgjegjësitë e tij që të kemi presidenten brenda afatit kushtetues dhe që të shmangen edhe një palë zgjedhje të cilat nuk janë interesën e të mirën e vendit. Sonja Nagocë edhe një pyetje. Dje kryeministri Kurti tha se me numrin e deputetëve që kanë mundeni me ndem nga 30 nënshkrimet për 2 kandidatë. 30 nënshkrimet prej tyre a janë edhe për Vjosa Osmanin? Është vërtet që teknikisht lëvizja vetëvendosje mund të ketë nënshkrimet për 2 kandidatë, ndërkohë që deputetët e kuvendit teknikisht mund të kenë nënshkrimet për 4 kandidatë. Dhe ne jemi të interesuar që nënshkrimet tona të jenë në funksion të zgjedhjes së kandidatës e cila do të votohet edhe do të merr votat, gjithsesi do të siguroj pjesëmarrjen e më shumë se 80 deputetëve në kuvend. Natyrisht, kryeministri e ka përmendje, besoj që i ka deklaruar të gjitha çështjet që janë me interes, edhe unë nuk do doja as të përsëris as të interpretoj fjalët e tij, por ajo që është e rëndësishme, besoj edhe për ju si media, por edhe për qytetarët, është se ne do të bëjmë gjithçka është në kompetencat tona që të shmangim edhe një palë zgjedhje, edhe që puna e institucioneve të vazhdojë me kompetenca të plota, sepse tashmë është më shumë se një vit i humbur, gjithsesi një vit me plot sfida me ministritë dhe institucionet tjera të cilat kanë qenë në detyrë e jo me kompetenca të plota. Nëse kthehemi pak domethënë prapa, është një situatë goxha e afërt e ngjashme me mos konstituimin e kuvendit për muaj të tërë, e cila në fund na solli prap në të njëjtën situatë, dhe unë besoj që ky ka qenë një mësim për të gjithë deputetët, për të gjithë ne, pra që të përbashkohemi, që të zgjedhim presidenten që do të përfaqësoj vendin. A meriton Vjosa Osmani në një mandat? E kam thënë edhe në një intervistë, natyrisht se sistemi jonë kushtetues është i tillë që nuk ka të bëjë me vlerësim të performancës, por ka të bëjë me votat e deputetëve. Duhet të jemi të sigurt që ne kemi 80 vota në kuti, e dini që votimi është i fshet, e dini situatën se si qëndron edhe deklarimet të disa deputetëve, natyrisht mendimet personale janë të rëndësishme, të vlefshme, unë i kam thënë publikisht ato, ndërkohë që aktualisht ne kemi deklaratat të partisë që ka 22 deputet që nuk do të mbështesin një kandidat të caktuar. Ne kemi pas një bashkëpunim të cilin e kemi vlerësuar, jemi munduar në funksion të përgjegjësive tona të japim maksimumin, edhe besoj që kemi bërë një punë të mirë, por tani jemi në një moment që duhet të kemi 80 vota minimumi në kuti. Fundet që në negociat, në që të jep një ADK-s kandidatin për president, sepse Bedi Hamza ka thënë që duhet ata ta propozojnë. Tani kështu, unë e kuptoj edhe interesimin e juaj, e kuptoj edhe interesimin e qytetarëve, por kërkoj pak mirë kuptim në këtë kohë të negociatave edhe të diskutimeve për të gjetur një zgjidhje. Të gjithë ne, edhe unë personalisht, por edhe deputetët e Lëvizjes, jemi të interesuar që të kontribojnë në funksion të zgjidhjes e jo të lakimit e emrave të përveçëm, të cilët vetë se mund të vështirësojnë negociatat. Unë besoj shumë që kryeministri Kurti nuk do të ndalë angazhimin e tij në përmbushje të synimit që vendit i ofrojmë presidenten brenda afatit kushtetues.